Borxhi. Borxhi është dy llojesh. Kush vdes si borxhli ndërsa ka pasur ndërmend ta lajë borxhin, unë jam mbrojtës dhe garanti i tij. Kush vdes me borxh dhe nuk ka pasur ndërmend ta kthejë borxhin, borxhi i tij do të kompensohet me veprat e tij të mira në ditën kur nuk do të ketë as monedha ari e as argjendi. Një njeri i cili u jep të hua njerëzve dhe i thoshte djaloshit të tij: kur ti shkosh një borxhliu të ngarkuar, falje atij, ndoshta Allahu na fal neve. E kur ai vdiq, Allahu ja fali të gjitha. Secili njeri që ka për qëllim ta kthejë borxhin, Allahu do t'i ndihmojë që ta bëjë këtë me lehtësi. Kush ja shtyn borxhin ose ja fal atij që është në ngushtë, Allahu do ta vendos atë në hijen e tij në ditën kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së tij. Kush e pret borxhliun e vet apo ja fal borxhin atij, Allahu do ta futë ditën e Kiametit në hijen e arshit të tij, atë ditë kur nuk ka hije veç hijes së tij. Shpirti i besimtarit është i lidhur me borxhin e vet derisa të mos i lahet. Allahu do t'i falë shehidit çdo gjë, çdo mëkat, përveç borxhit. Pasuria dhe shpenzimi i saj. O i dërguar i Allahut, cila sadaka e ka shpërblimin më të madh? Ai tha: të japësh sadaka kur t'jesh i shëndosh e koprac, kur friksohesh nga varfëria dhe dëshiron pasurinë. Mos e vono këtë gjërë kur të vjen shpirtin fyt, e atëherë të thuash: jepjani këtë atij dhe këtë këtij tjetrit, e kjo qysh më herët veç ka qenë e tij. Sadakaja më e mirë është ajo që duhet bërë duke qenë i pasur, pasi ti ketë plotësuar nevojat e familjes. Dora e sipërme që jep është më e mirë se dora e poshtme që lyp. Fillo pra prej familjes tënde. Unë dhe përkujdesësi i jetimit do t'jemi në xhenet kështu, dhe bëri shenjë me gishtin tregues dhe gishtin e mesëm dhe i ndau në mes veti. A ka kush në mesin tuaj për të cilin pasuria e trashëgimtarit të tij është më e dashur se sa pasuria e vet? Jo, i dërguari i Allahut, u përgjigjen. Ne të gjithë më shumë e duam pasurinë tonë. Atëhera i tha: pasuria e njeriut është ajo që shpërndahet, ndërsa e trashëgimtarit është ajo që mbetet. Janë dy gjërat të cilat i biri i Ademit nuk i dëshiron. Nuk e dëshiron vdekjen, ndërsa vdekja është më e mirë për të se sa sprova. Dhe uren pasurinë e pakt, ndërsa pasuria e pakt është me më pak llogari te Allahu. Nëse t'jep Allahu pasuri, atëherë në ty le të shihet gjurma e dhuntisë dhe nderit të tij. Allahu është i bukur dhe do të bukurën. Ai do që në robin e tij t'i sheh gjurmët e dhuntisë së tij. Ai e uren mjerinë dhe shfaqjen e mjerisë, që njeriu të thotë gjithmonë: jam i varfër. Kushdo që posedon pasuri, le të përpiqet që në të shihet gjurma e saj. Kur bashkëshortja jep sadaka nga ushqimi i shtëpisë vet me maturi, pa e dëmtuar me këtë pasurinë, ajo do të ketë shpërblim, dhe po aq shpërblim do të ketë bashkëshorti i saj për atë që e ka fituar. Si edhe roja gjithashtu, dhe asnjëri prej tyre nuk ja zvoglon shpërblimin tjetrit. Vërtet Allahu i madhëruar ju ka ofruar sadaka, duke ju lejuar që pranë vdekjes përmes testamentit ta lini 1/3 e pasurisë suaj, mundësi për shtim të veprave tuaja të mira.
Ruaju nga jeta luksoze, saltanete, nga se robërit e Allahut nuk janë luksoz, që bëjnë jetë me dëfrime, jetojnë luks dhe me saltanete. Ruajuni nga tamaqarllëku, sepse nga tamaqarllëku u shkatruan ata popull që kanë qenë para jush. I urdhëroi që të jenë koprac e ata u bën koprac. I urdhëroi të ndërpresin lidhjet farefisnore e ata i ndërpren ato, dhe i urdhëroi në punë të shëmtuara e ata i bën punët e shëmtuara, mëkate, punë të këqija. Shpërndani sadaka sepse do të vi koha kur njeriu do ta bartë sadakan e nuk do të gjejë njeri që t'ja pranoj. Ai të cilit do t'ja ofroj atë, do të thotë, po të ma kishe sjell dje, pata për ta pranuar, se sot nuk kam nevojë. Ai nuk do të gjejë dot njeri që do ta pranoj atë. Jepni sadaka, qoftë edhe një kokër hurme, nga se ajo ndihmon të uriturit dhe shuan mëkatin si që shuan ujë zjarrin. Argtari musliman, besnik, që jep atë që urdhërohet edhe jep atë në tërësi, dhe është i kënaqur duke ja dhënë atë atij të cilit është i urdhëruar që t'ja jap, është njëri nga sadakadhënësit, shpërblehet si i tillë. Ajo që është më dorëlirë për jush, do të bashkohet me mua më shpejt në përjetësi. U përgjegj pejgamberi, paqja e Allahut qoftë me të, gravet të tij. 3 gjëra më të mira që njeriu i lë pas tij, pas vdekjes tij janë: fëmia i cili lutet për të, sadakaja e cila rrjedh e shpërblimi i saj arrin tek ai, dhe dituria nga e cila kanë dobi të tjerët pas tij. Mbrojeni nderin tuaj me pasuritë tuaja. Plakut trupi i dobësohet, ndërsa zemra e tij mbetet e re në dashurinë e 2 gjërave: jetës gjatë dhe lakmis pas pasurisë. Sadakaja që i jepet një të mjeri llogaritet si një lëmosh, kurse ajo që i jepet një të afërmi llogaritet 2. Njëra lëmosh e tjetra mbajtje e lidhjes farefisnore. Veprat e mira e ruajnë njeriu nga pasojat e këqija. Lëmosha që jepet fshehurazi e zbut hidhërimin e Zotit. Mbajtja e lidhjeve farefisnore e zgjat jetën. Secila vepër e mirë konsiderohet sadaka. Njerëzit e veprave të mira në këtë botë do të jenë njerëzit e veprave të mira edhe në botën tjetër. Njerëzit e veprave të këqija në këtë botë do të jenë njerëz të këqinj edhe në botën tjetër. Secili musliman e ka obligim dhënien e sadakas. Thanë: o pejgamberi i Zotit, e çka nëse nuk gjen? Ai tha: do të punoj me duart e tij, do t'i sjell dobi vetes dhe do t'i jap sadaka. Pastaj ju tha: e çka nëse nuk mund ta bëj këtë? Ai tha: do t'i ndihmoj të plogshtit dhe atij që ka nevojë. Pastaj ju tha: e nëse edhe këtë nuk mundet? Atëherë pejgamberi tha: le të urdhëroj për veprat mira apo për veprat hajrit. Ata thanë: e nëse edhe këtë nuk e bën dot? Ai tha: le të përmbahet nga sheri, të vepruarit veprat këqija. Kjo për te është sadaka. Transmeton Ebu Hurejre, paqja e Allahut qoftë me të, se i dërguari i Allahut ka thënë: me të vërtet Allahu i lartë madhëruar thot: jep robi im e unë do t'i jap ty.
Njeriut i duhet dhënë sadakaja për secilën nyje të tij, çdo ditë në të cilën lind dielli. Pajtimi mes dy vetëve është sadaka. Nëse i ndihmon dikujt që të hip në kal, ose i ndihmon të ngarkoj barën mbi kal, edhe kjo është lëmosh. Fjala e mirë është lëmosh. Secili hap që bën për të shkuar në namaz është lëmosh. Edhe largimi i pengesave nga rruga është sadaka. Çdo dhënie hua është sadaka, konsiderohet sadaka. Se kur i biri Ademit, njeriu, të kishte një lugin me ar, do të dëshironte ta ketë të dytën. E po të kishte dy lugina, do të dëshironte ta ketë të tretin. Dhe gojën e tij asgjë nuk mund ta mbush, ngop, përveç dheut. Atyre që bëjnë pendim, Allahu u pranon pendesën e tyre. Nuk është pasuri malli i shumt, por pasuria e vërtet është pasuria, kënaqësia e shpirtit. Ai që me sadaka ndihmon të tjerët apo farefisin e afërt, Allahu do t'ja shtojë pasurinë, kurse ai që fillon të kërkojë prej të tjerëve duke dashur që në atë mënyrë ta shtojë mallin, Allahu do t'ja paksojë atë që ka. Secilën ditë kur zgjohen njerëzit, zbresin dy angjëj, prej të cilëve njëri thot: O Zoti ynë, kompensoja atij që jep, kurse tjetri thot: O Zoti ynë, shkatërroja pasurinë atij që nuk jep. Kush e merr pasurinë e huaj me qëllim që ta kthej, Allahu do t'ja mundsojë që ta kthej. E kush e merr me qëllim që ta shkatërroj, shpërdor, Allahu do ta shkatërrojë atë. Pasuria të cilën njeriu e shpenzon për familjen e tij llogaritet sadaka. Mirë ata të cilët grumbullojnë pasuri, përpos ata që pasurinë e tyre vazhdimisht e shpenzojnë për të mirë. Asnjë njeri nuk do të lëviz nga vendi para Zotit vet në ditën e gjykimit, përderisa të mos pyetet për 5 gjëra: për jetën, në çka e ka kaluar, rinin, ku e ka kaluar, për pasurinë që e ka fituar dhe në çka e ka shpenzuar dhe sa ka punuar me atë që ka nga dituria që ka mësuar. Nuk ka namaz pa abdes, e as sadaka, nuk pranohet e as shpërblehet si sadaka nga pasuria e fituar në mënyrë të palejuar. Nuk lejohet zilia, përveç për 2 njerëz: njeriu të cilit Allahu i ka dhënë pasuri dhe ka udhëzuar që atë pasuri ta shpenzojë në rrugën e së vërtetës, dhe njeriu të cilit Allahu i ka dhënë urtësi, e ai sipas saj gjykon dhe me të i mëson të tjerët. O biri Ademit, më mirë është për ty nëse ti e shpenzon të pricën e pasurisë, kurse më keq është për ty nëse e mban atë. Askush nuk qorton nëse jeton në mënyrë modeste, dhe fillo me dhënien prej atyre që janë të varur prej teje. Dora e shlirë që jep është më e mirë se dora e shtrirë që merr. Ju betohem për 3 gjëra. Lëmoshat asnjëherë nuk paksojnë pasurinë. Allahu do ta ngrejë nderin e njeriu që i është bërë pa drejtësi. E ai e përballon këtë me falje. Dhe Allahu pa dyshim do t'ja hapë derën e varfërisë njeriu që hap dyert e lypjes, lyp nga njerëz pa nevojë. Risku dhe mëshira e Allahut. Vërtet, risku, furnizimi, nafaka, e kërkon robin më shumë se sa e kërkon e gjeli i tij, afati i vdekjes.
Vërtet, Ruhul Kudus, meleku i shpalljes Gjibrili, paqja qoftë me të, më ka lënë një porosi në zemrën time se askush nuk do të vdes përderisa të mos e plotësoj afatin e jetës tij dhe të harxoj rizgun e tij. Prandaj, keni frikë Allahun dhe kërkojini rizkun në mënyrë të lejuar. E të mos e nxis asnjërin prej jush vonesa e riskut që atë ta kërkojë në mënyrë të palejuar, sepse Allahu i madhëruar nuk lejon që të arrihet ajo që është tek ai, përveç se me anë të respektit të tij, gjërave halal. Vërtet i ushqyeri falënderues ka shpërblim si agjëruesi durimtar. Vërtet Allahu i madhëruar i fal pjesëtar të umetit tim për atë mëkatet, të cilën kanë menduar ta bëjnë përderisa ata nuk flasin apo veprojnë për atë. Vërtet Allahu do që të shfrytëzohen lejesat në dispozitat e sheriatit, ashtu siç urren që të veprohet sipas asaj që është ndaluar. Vërtet Allahu i madhëruar u afal pjesëtarëve të umetit tim çytjen që kanë në zemër përderisa ata nuk veprojnë sipas asaj që kanë në zemër ose flasin. Gjithashtu u afal atë që e kanë bërë duke qenë të detyruar. Vërtet Allahu i madhëruar është i kënaqur për këtë umet me lehtësimin dhe urren vështirësimin për atë. Të mirët në këtë botë do të jenë të mirë edhe në botën tjetër, ndërsa ata që bëjnë keq në këtë botë, edhe në botën tjetër do të jenë të këqinj. Mëshiruesit i mëshiron i gjithë mëshirshmi. Mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Allahu e mëshiroft një rob i cili është shpirt gjerë atëherë kur shet, kur blen, si dhe kur e kërkon kthimin e borxhit. Allahu e mëshiroft robin i cili flet vetëm fjalë të mira dhe fiton ose hesht nga gjërat e këqija, me këtë shpëton. Kur Allahu caktoi krijimin e botës, shkroi në librin e tij që është tek ai mbi arsh. Vërtet mëshira ime e ka mbizotëruar, kaluar hidhrimin tim. Edhe sikur i biri Ademit të ikë nga rizku, ashtu siç ikë nga vdekja, ai do të arrinte atë mu ashtu siç e arrin vdekja. Kush dëshiron që t'i shtohet risku dhe t'i zgjatet jeta, le t'i mbaj lidhjet farefisnore. Umetit tim i është falur ajo që ata e bëjnë gabimisht pa dashje, me hares dhe ajo që bëjnë duke qenë të detyruar. Zekati dhe sadakatul fitri. Zekatul fitri konsiderohet pastrimi për agjëruesin nga fjalë të ndyta e të kota dhe ushqim për të mjerët. Kush e jep atë para namazit të Fitr Bajramit, ai konsiderohet zekat i pranuar, ndërsa kush e jep pas namazit do t'i konsiderohet lëmosh. Nga toka që ujitet nga rreshjet dhe ujërat rrjedhse, jipet e 10 nga të ardhurat e saj, kurse gjysma e të 10 nga toka e cila ujitet në mënyrë artificiale. Nuk ndodh që një popull të mos e jap zekatin e të mos mënjanohet nga shiu i qiellit. Sikur të mos ishin kafshët, për njerëzit nuk do të binte shi.